ko zgjedhje ka pasur jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Atje ndoshta më të rëndësishme se këto në Shqipëri. Dhe për të bërë një bilans të rezultateve, kush doli fituar, kush i humbur, apo gjithë fituan, kam Kosovë Gjocin, Kosovë, përshëndes. Drego pak, si është zgjuar sot Kosova, pasi tashmë keni emër të gjithë kryetarëve të komunave. Kush i fitoi këto zgjedhje? Kosova është zgjuar shumë zakonshëm të thënë drejtën, nuk është se po vret ndonjë ndryshim. Mbrëme kemi pa që ka pas fest, dikush në Prishtinë, dikush në Mitrovica, dikush në Prizren, dikush në Suari, se ku ka fituar. Tani nëse e shohim tamam. Tani nëse e shohim për nga numrat thimi, atëherë normalisht mund ta themi lirisht që Lëvizja Vetëvendosje është fituese, sepse nëse e krahasojmë me zgjedhjet 2021-shit, ka 3 komuna më shumë, përderisa parti tjera, përjashto AKN këtu, LDK-ja, PDK-ja, pra kanë në rënë. Njëra për 2 dhe tjetra për 3 komuna. Këtu të PDK-ja pastaj është edhe kjo telashja me Ramiz Ladrovcin, që nuk po e di me asnjë sakt nëse duhet m'ja numëru PDK-s apo Ladrovcit, edhe pse ai fitoj si i vetëm, po ndërkohë që vazhdon të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë që AKJ-ja ka qëndruar stabile, pra ka vazhduar të mbaj ato komuna që kishte edhe në zgjedhjet e kaluara. Pra ka pas 5 komuna që ka udhëhequr me to dhe që të 5-tat i ka rimbajtur, po them do të jep qeverisë edhe për 4 vitet e ardhshme. Tani kam përshtypjen që në këtë aspekt, pra po e them, janë Lëvizja Vetëvendosje janë fituesit, po në anën tjetër, nëse pak a shumë bëjmë një lloj krahasimi me zgjedhjet e përgjithshme, atëherë normalisht nuk mund ta konsiderojmë ndonjë fitore të madhe, sepse kam përshtypjen që bindja dhe pritjet e zotit Kurti dhe Lëvizjes Vetëvendosje kanë qenë shumë të mëdha, por që del të jetë barabartë me LDK-n, pra i bie që me vota, me numër komunash, pra është e barabartë me LDK-n, që të dyja kanë nga 7 komuna, ndërkohë që PDK-ja ka 6, AK-ja 5 dhe një ka Nisma, Partia Turke po ashtu një. Domethënë, këto është pak a shumë çështja e numrave. Tani ajo që po ndjeni, pra po them, bindja dhe pritja ka qenë shumë e madhe dhe pak a shumë u pa ndoshta deri diku edhe në deklarimin që pati zoti Kurti. Por që kam përshtypjen që kanë fituar aty ku kanë dashur më së shumti. Pra 2 komunat në cilat le të themi zoti Kurti ka luftuar më së shumti edhe është vrejtur edhe gjatë fushatës, ka qenë Prishtina dhe Mitrovica e Jugut. Dhe unë kam përshtypjen që Mitrovica e Jugut ndoshta shpeshherë është dukur se është më e rëndësishme se sa vetë Prishtina, pavarësisht që është kryeqyteti. Dhe normalisht realisht edhe festa e Vetëvendosjes u shkëput atje, pra, u zhvendos aty. Gjithë festa, le themi, e kësaj, nëse mund ta konsiderojmë fitore, u zhvendos në Mitrovicë. Kështu që pak a shumë kjo është situata. Ndërkohë që në votat e përgjithshme thimi që është goxha interesante, në votat e partive, ka një renditje komplet tjetër, në bazë asaj që kemi pa pak a shumë edhe nga ato që janë thënë nga partitë, por edhe le të themi bazuar edhe në raundin e parë, ta zëmë në votën popullore, nëse mund të quajmë kështu, votën për asamblejist, LDK-ja është e para, pastaj PDK-ja dhe Vetëvendosja vjen e treta, pra për nga numri asamblejistëve është e treta. Kështu që është goxha interesante gjithë ky farë zhvillimi dhe mbetet të shihet sa mund të ketë ndikim ose të ketë efekt në një palë zgjedhjet e mundshme që mund të vinë në një të ardhmen jo shumë të largët në Kosovë, siç duket. Okej, Kosovë, këtu dua ndalem, te pika tjetër e fundit. A mendon, tu dua një analistë tënde, a mendon që do ketë ndikim ky rezultat tek zgjedhjet parakohshme nëse do ketë? Tani në përgjithësi thimi nuk është se ka ndonjë, le të themi, nuk është se ka ndonjë efekt madh tek njëra tjetra. Siç u pa pavarësisht se Lëvizja Vetëvendosje dhe zoti Kurti patën 42% në zgjedhjet e përgjithshme të nënshkurtit, le të themi kjo fitore nuk është se u përkthye patjetër edhe në zgjedhjet lokale. Pra është e barabartë me LDK-n dhe LDK-ja në zgjedhjet nacionale ishte partia e tretë. Domthon ka gati 20 e sa deputet me pak se Vetëvendosja në zgjedhjet e përgjithshme. Kështu që në përgjithësi nuk mund të themi se janë se mund t'i shohim si le të themi paralele.
por normalisht e kanë efektin e tyre, thimi. Duhet ta kemi parasysh se efekti i liderit në zgjedhjet e përgjithshme gjithmonë ka një fuqi shumë të madhe, ndërkohë që në zgjedhjet lokale normalisht efekti i liderit ndoshta është më pak i vrejtshëm, më pak i pranishëm, pavarësisht se zoti Kurti Tazom u mundua goxha shumë edhe investoi edhe vetë në Mitrovic, në Voshtri, gjithandej pra që të ndihmoj kandidatet e partisë, po prapë kjo u pa që nuk e ka të njëjtin efekt si në zgjedhjet e përgjithshme. Kështu që mund të jenë një lloj elementi që ne mund ta kemi pak a shumë përshtypjen se ku mund të jenë renditja, cila mund të jetë renditja, por nuk është diçka që ne tregon, po them komplet se cila mund të jetë ajo që mund na sjellin zgjedhjet e jashtëzakonshme eventualisht. Okej, Kosovë Gjoci, faleminderit shumë për raportimin tënd. Turoj dhe ty një ditë mbar dhe një javë